Said Izadi, kreu I divizionit të forcës palestineze Quds, pjesë e korpusit të gardës revolucionare iraniane, ka mbetur I vrarë nga një sulm izraelit që shënjestroi me saktësi të lartë apartamentin ku ai ndodhej në qytetin e Komit. Pohimi erdhi nga ministri izraelit I mbrojtjes Israel Katz, I cili shpjegoi se Izadi ishte personi që financoi dhe armatosi Hamasin përpara masakrës së 7 tetorit. Kjo është një arritje e madhe për shërbimet e inteligjencës dhe për forcën ajrore izraelite. Drejtësi për ngjarjen e 7 tetorit, për vrasësit dhe për pengjet. Krau I gjatë I Izraelit do të arrijë tek të gjithë armiqtë e tij, theksoi Katz. Ishte po ministri Izraelit I mbrojtjes ai që publikoi një dokument të shërbimeve sekrete ku tregoi një letër nga liderët e Hamasit, Yahya Sinvar dhe Muhammad Deif, drejtuar komandantit të forcës Quds të Iranit, Esmail Kani, e datës 20 qershor 2021, ku kërkoi mbështetje për planet për të pushtuar Izraelin, të cilat u vënë në jetë 7 tetorin e vitit 2023. Në dokument, udhëheqësit e Hamasit I kërkuan komandantit të forcës Quds të transferonte $500 milion për shkatrimin e shtetit e Izraelit, tha Katz. Izadi e pranoi kërkesën dhe u përgjigj se Irani, pavarësisht situatës së vështirë ekonomike dhe gjendjes së vështirë të popullit iranian, do të vazhdojë ta financojë Hamasin, sepse lufta kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara është përparësia kryesore e regjimit iranian, deklaroi Katz.